Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Ilir Kërçelli ka deklaruar se vazhdimi i mos-konstruktimit të kuvendit është si pasojë e mungesës së konstruktivitetit të partive opozitare. Ai beson se shumë shpejt do të votohet Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit, sikurse erdhej qeveria Kurti 3. Kërçelli thotë se votat për Albulena Haxhiun për krye parlamentare të kuvendit do të bëhen me nisma socialdemokrate, pasi që sipas tij është afër një marrëveshje mes nismës dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Mendoj që është një mungesë e konstruktivitetit të partive opozitare, të cilat po refuzojnë të konstituojnë kuvendin dhe të votojnë kandidaten e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për kryetare të kuvendit, Albulena Haxhiu. Votat për Albulena Haxhiun besoj që do të bëhen me nisma socialdemokrate, sepse tashmë janë afër për një marrëveshje dhe mendoj që do të krijohet qeveria, ka deklaruar Kërçelli për TVNI. Sa i përket partive politike, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje thotë se po i friksohen zgjedhjeve të parakohshme. Madje ai u shpreh se disa nga partitë opozitare kanë deklaruar se do të jenë të gatshme të votojnë qeverinë Kurti 3, po ju friksohen zgjedhjeve të parakohshme, sepse nëse kalon afati, ne do të shkojmë në zgjedhje dhe po ju konvenon këngërç që është duke ndodhur në kuvend. Ka deputet që janë deklaruar se pasi që të kalojmë këtë votimin e Haxhiut janë të gatshëm të votojnë qeverinë Kurti. Ka deputet nga partitë e ndryshme të opozitës. Ajo do të shihet shumë shpejt, sepse do të vijnë ato vota. Ne jemi të gatshëm që lista serbe ta lirojë sallën atë ditë, kur të votohet në votim të fshehtë. Ne jemi të gatshëm ta bëjmë edhe këtë thirrje, tha ai.